Prandaj, o xhamat, në namazin e sabahut thot as-salatu khairun minan nawm. Namazi i sabahit është më i dobishëm se gjomi. Se nuk thot për drejt ashtu. Për drejt nuk thot se një zgjuar, shkësh nga një. As për ikindi, as për akshon, as për jetë. Për namaz sabahit thot khairun minan nawm. Është më mirë se gjomi. Gazetin nëse e prish gjomin për hir të Allahut, e ke bërë një vepër madhështore, pastaj ke marrë abdes, pastaj e ke falë ato 2 rekate në shtëpi që kanë vlerë sevap sa tërë bota dhe çka ka në të, pastaj ke hecë me këmbë afër xhamisë, që ardhe ke falë farzin me imam, tje ke ushqy vetën, shpirtin tënë. Khairun minan nawm, më i dobishëm se gjomi, po gjomin se prish, jo besimtari, ai është qafir, ai nuk e prish. Ai dhe nëse një në zanin, ai nuk qohet për shkak të zanit, ai shkon punë. E ka obligim punë, e merë punën si adhurim, ibadet. Por besimtari, po nëse nuk e morë namazin për ibadet, e nuk qohet kur të retezani khairun minan nawm, e pastaj qohet dhe falet, prandaj shiqo ku janë besimtari. O xhamat, këtë e kuptojnë besimtarët, jo muslimanët. Kuptoni të. Musliman ka sa të dush. Por muslimani besimtar e kupton. Ai me ndonë se ashtu pasi që fexheria më thiri as-salatu khairun minan nawm, unë duhet i përgjigjem. Kjo është e besimtarit. Prandaj të keni kujdes, gjysa e Ramazanit shkoj, si shkoj, thjellu dhe njëherë. Kështë me di qëfar punët, namaz sabahit dalish. Fare namazin shkon shpi. Flaj prapë nëse dalë. Po Resulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, bori ke ummeti fi bukuriha, i e shtuar bereqeti umetit tim në mëngjesin e asaj ditë. E më shtuj me së hoxha, nuk ko puna mirë. Në kemi kushte mirë, pak problem të lashë në shpi, pak e skamja, pak e kështu, valla e vetës ja kepo. Vetës ja kepo. As pak nuk je arsyri, lagje. Prandaj puno, fito, dhe adhuro Allahun tënë, shifë si dhe të këtë rezultat. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ثم استغفر الله اللهم